Tunxha tjeta, takohemi në EHO, një emision që nga krijimi i tij është një platformë për diskutime të lira ku ngriten pyetje dhe kërkohen përgjigje. Është hapësirë ku argumentet shpalosen e qëndrimet artikulohen duke krijuar mundësinë për dialog të hapur. EHO është jehonë e thirrjes për komunikim, duke besuar se kjo është mënyra e vetme për të arritur mirëkuptimin e ndërsjellët. Në këtë edicion do shqyrtojmë një nga temat më të thella dhe shpirtërore në fenë islame. Pyesim, çka është sufizmi? Çka nënkupton ky rrugtim shpirtëror dhe si lidhet ai me thelbin e besimit islam? Çfarë do të thotë për një individ që të praktikojë sufizëm dhe cilat janë praktikat që e cilësojnë këtë rrugtim? Paneli i diskutimit përbëhet nga teologu zoti Mustaf Bajrami, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Kënaqësi. Njëkohësisht edhe hafëzi zoti Besir Musliu, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Kënaqësi. Ndërkaq virtualisht do të bisedoj me psikologun, njëkohësisht entuziast i studimeve religjioze, zoti Arber Kadriu. Tunxha tjeta. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. E po ashtu i përshëndes të ftuarit ju në studio bashkë me ju. Faleminderit. Do diskutojmë për rolin e sufizmit në zhvillimin shpirtëror dhe për rëndësinë e tij në jetën shoqërore dhe fetare. Do të flasim për lidhjen eventuale me Imam Aliun, me familjen profetike, për praktikat e tarikateve, për botkuptimet që përmenden shpesh dhe shpesh nxisin diskutime, sunite e shiite, si dhe për akuzat e kopaskoshme drejtuar sufizëve për devijim nga islami burimor. Por përpara diskutimit disa teza i shpalosin përmes videos. Sufizmi është një udhë shpirtërore brenda islamit që kërkon lidhje të drejtë për drejtë dhe të thellë me Zotin përmes pastrimit të shpirtit dhe përkushtimit të plot. Ky është një koncept që sufijt pretendojnë se është i lashtë, megjithatë në mënyrë të organizuar shfaqet disa dekada pas profetit Muhammed, duke u përhapur më tej në botën islame dhe duke u shndruar në një traditë mistike që do të ndikonte thellë në filozofinë, artin dhe në kulturën islame. Por çka është vërtet sufizmi dhe çfarë përfaqëson ai për muslimanët? Sufizmi ka rrënjët e tij në kërkimin për një lidhje më të thellë me Zotin, që kalon përtej rregullave dhe ritualeve të thjeshta të islamit të zakonshëm. Ky misticizëm, i njohur si tasawuf, u shfaq si një përgjigje ndaj materializmit dhe formave të tjera të shfrytëzimit të fesë islame. Sufistët besojnë se për t'u afruar me Zotin, njeriu duhet të çlirohet nga egoja dhe pasionet trupore përmes praktikave shpirtërore që udhëzojnë atë drejt një njohjeje të pastër dhe intime me krijuesin. Një nga personalitetet më të njohura të sufizmit është Imam Aliu, kushëriri dhe dhëndri i profetit Muhammed, i cili luajti rol të theksuar në zhvillimin e doktrinës sufiste. Shumë sufistë shohin Aliun si një njeri të dritës dhe të dijes shpirtërore, duke i atribuar atij një lidhje të thellë me të vërtetën hyjnore dhe misticizmin që përshkruan sufizmi. Por shumë, dashuria ndaj Zotit, ndaj profetit, ndaj Aliut dhe familjes së tij janë të pandashme, duke u shndruar në një simbol të lidhjes shpirtërore që kërkon secili besimtar. Megjithatë, sufizmi shpeshherë është akuzuar për devijim nga islami burimor. Disa kritik, veçanërisht ata që ndjekin një interpretim më të drejtë për drejtë të Kuranit dhe të hadithit, e shohin sufizmin si një traditë që ka krijuar praktika dhe rituale që nuk janë të pranuara në traditën e profetit. Për shembull, praktika e dhikrit, që është përmendja e përsëritur e emrave të Zotit, por edhe praktika të tjera, si vallëzimi rrotullues i tarikatit me vlevi për shembull, shpesh janë kritikuar nga ata që besojnë se këto janë praktika të shpikura, larg nga mësimet e pastra të islamit. Sufizmi ndahet në tarikate, në urdhra shpirtëror që udhëhiqen nga udhërrëfyes shpirtëror.
secili tarikat është i lidhur me një traditë dhe praktik të veçantë. Ka tarikate që njihen për disiplina të rrepta dhe pastrim shpirtëror, ndërsa të tjerë që fokusohen në meditim të heshtur dhe përmendje të brendshme të emrit të Zotit. Sipas traditës sufiste, kjo udhë mistike islame bashkohet edhe me artin dhe me muzikën. Disa thonë se e kanë për qëllim të çlirojnë shpirtin dhe të përjetojnë praninë e Zotit në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sufizmi, përmes praktikave të veta të thella dhe mistike, kërkon të zbulojë të vërtetën që qëndron përtej sipërfaqes së jetës materiale. Është udhë që e ndihmon individin të deportojë në thellësinë e shpirtit të tij, duke ju afruar më shumë dashurisë dhe dritës hyjnore. Megjithatë, përballë kritikave dhe akuzave për devijim nga doktrina tradicionale islame, sufizmi mbetet një pjesë e rëndësishme e pasurisë shpirtërore të botës islame, duke ofruar një shteg për të gjithë ata që kërkojnë të kuptojnë dhe përjetojnë më shumë nga realiteti shpirtëror i islamit. Shpeshherë për të folur e për të biseduar në lidhje me praktika të islamit, çfarë do qofshin ato, do të ketë të tjerë që do t'japin mendime ndryshe. Dhe kjo është krejt e natyrshme në fund të fundit. Një nga temat po kaq të ndjeshme është edhe të flasësh për sufizmin, por gjithsesi që të ftuarit kanë mundësi nga perspektiva personale dhe patjetër njohuria e botës dhe praktikës islame në përgjithësi. Në studio pra po bisedoj me teologun zotin Bajrami, hafezin zotin Musliu dhe psikologun zotin Kadriu që është lidhur virtualisht. Profesor Bajrami, të filloj me ju, u munduam të bëjmë një përshkrim të asaj që quhet sufizëm, por natyrisht që ka nevojë për të shtuar plotësuar, në kundërtën do ta kishim lënë vetëm me një histori e hyrëse apo jo. Çfarë, në fakt, si e vështroni sufizmin historikisht? Disa herë e kam marrë guximin që temave të ndryshme cilat i trajtojmë, qoftë vetë, qoftë me njerëz ti qasem nga perspektiva e shkencës së logjikës. E përmendi këtë, si studiosi i logjikës që jam, e përmendi këtë për një arsye, sepse është një rregull aty i cili përmendet si përmbajtja dhe qarku, apo trajtimi i një çështje nga perspektiva e bërthamës, e përmbajtjes dhe e formës së jashtme. Sufizmi, nëse e shikon nga përmbajtja, është një mënyrë jetese e caktuar me norma, rregulla të veta, që nuk fillon me muslimanët, por daton qysh nga koha e indianëve, atëherë para Budës, Vedes dhe librat e shenjtë të tyre. Si mënyrë e jetesës nga perspektiva e përmbajtjes që ofron tasawufi dhe sufizmi, është evident edhe tek hebrejt e vjetër, tek egjiptasët, mbasi i kanë edhe librat fetar të tyre në tasavvuf, pastaj ka qenë evident tek romakët, pas krishterimit të romakëve, themi edhe në krishterim ka jetë mistike, e më pastaj edhe tek muslimanët. Është një natyrshmëri të gjitha këto apo janë të ndryshme njëra nga tjetra, sipas këtij vështrimi? Nga përmbajtja, andaj e nisa trajtesën time shikuar nga dy perspektiva. Nga përmbajtja thelbi janë të njëjta. Dhenja përparësi spiritualitetit, asoj energjie të brendshme, e përmendet edhe jo në hyrje të fjallës suaj,
ajo spiritualja e cila e ndihmon mishin dhe kocin për të plotësuar, vetë plotësuar, dhe si i till pastaj njeriu të ndjen veten ma afër Zotit dhe ma komfort në ibadet ndaj Zotit. Kjo mënyrë përmbajtjesore e implementimit apo e praktikimit të jetës mistike, askete, spirituale, është evidente pra shumë kohë edhe para ardhjes së Islamit. Megjithatë, nga formati i jashtëm, definimi i jashtëm, i qarkut tani, në logjik, tasavvufi të krishterët dallon thelbësisht nga tasavvufi në Islam. Tek hebrejt, kabala dallon shumë nga librat burimor të tasavvufit në Islam, siç dallon edhe tasavvufi Islam thelbësisht nga ai paraprak i indianëve të vjetër, i Zoroastrëve dhe kështu me radhë. Ku është dallimi këto? Dallimi është se jeta askete, në të kuptimin jo tërheqje absolute nga jeta, për të ikur nga ballafaqimi me jetën dhe dinamikat e tij, jo në këtë kuptim, po e përdori fjalën asketizëm, por dhënia përparësi edhe anës shpirtërore të jetës së njeriut ka qenë evidente qysh në kohën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vet ai mund të konsiderohet i tillë, sahabët kanë qenë të tillë, tabiinët kanë qenë të tillë dhe gjeneratat e para të muslimanëve. Çfarë kanë qenë për të kuptuar ne më lehtë nga shikuesit? Nuk kanë lejuar asnjë herë dhe asgjë që t'i tërheqin për hunde epshet e botës dhe t'i largojnë nga prerogativat të cilave duhet ju shkonin pas për të shkuar tek kënaqësia e Allahut në ditën e ahiretit. Pra, sofistët e parë, nisur nga koha e Muhammedit alayhi salatu wassalam, janë ata besimtarë të cilët e kanë quar jetën, përpjekjet për ndërtimin e kësaj jete, për përparimin material të kësaj jete, krahas dhe paralelisht me ndërtimin shpirtëror të njeriut. Siç është edhe hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, kujtojeni këtë botë dhe punoni për te, si të kishit jetuar për gjithmonë dhe kujtojeni ahiretin, takimin me Allahun, si të kishit vdekur nesër, sikur të vdesnit nesër. Pra, sofizmi nga ky format i jashtëm është po ky i cili dallon shumë nga krishterimi. Feja e krishtere në fakt, bazuar edhe në burime autentike të teologjisë krishter, feja krishtere në atë botën, hemisferën e komparacionit mes feve, përshkruhet si një fe askete shumë ma e qëndrueshme dhe me fortë se feja islame. Asketizmi, fetishizimi i personaliteteve deri në përkulje ka qenë evident në historinë e zhvillimit dinamik të krishterimit shumë ma fuqishëm se sa ka qenë në islam. Përse? Sepse islami, nisur nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mbase edhe ajete kuranore ka që e prekin këtë çështje, por ne dua të koncentrohem tek hadithet e pejgamberit. Ai vetë thot, unë jam një njeri sikur jeni ju. E kulti ndaj njeriut, përkulja ndaj njeriut, format të cilat sot i shohim edhe në politikë, militantët politik, është një formë e adhurimit të cilën direkt apo indirekt e përmend edhe Kurani edhe Suneti i pejgamberit. Nuk guxon njeriu në asnjë mënyrë të përkullet tjetrit. Përderisa Muhammedi alayhi salatu wassalam këtë e ka ndaluar për të mos shkuar deri te një asketizëm apo fetishizëm i skajshëm i personalitetit të tij,
Ka hadithe të cilat e ndalojnë base edhe pikturën apo skulpturën, që të mos i përkullet asaj. Përkullja ndaj personaliteteve fetare. Përkullja në shenjë deri, jo për adhurim, s'ka dallim? Jo përkullja me trup, po përkullja rënja në gjojnë, do me thonë, dorëzimi deri në përmasat të një mazohizmi, si që ndodhë në parti politike pas liderit, si që ndodhë tek lideret shpirtnor të tarikateve evidente sot në botë, që atë sofizm të cilin djetarët më të shquar të islamit e kam përshkruar me fjallet më të mirë dhe shkruar me fjallet e arta, e kanë shndruar në diçka që jo që ta gërdisin tarikatin dhe të savufin, por ata të cilët nuk e njohin islamin mirë dhe i marin për format, ato që i shohim në për emisionet të ndryshme, në për YouTube, ato video janë rënqelse. Ato e kanë degraduar edhe vlerën e ati sofizmi të cilën e kanë promovue ftyra eminente, njerëz të devotshëm, si mos t'i përmenim, kemi ko me i përmenim më pastaj me emra. Pra, islami, apo në strukturën ideore të islamit, edhe spiritualizmi zë një hapësirë të merituar. Anipse, kove të fundit, por edhe më parë, her pas here, është deformuar forma e jashtme e të savufit dhe është shndruar në një form, nëse guxoj me thonë, adhurimi i kultit të personit, që kjo në islam, me ajete dhe me hadithe të pejgamberit, është ndaluar në mënyrë decide. E qartë do të kthehemi për interpretim për këto që thuani. Zoti Musliu, ja, filloj emisioni vetëse me kritika për praktikën e tarikateve, që në fund të fundit është ajo që farë ne sot e quajmë sufizëm në një farë forme në këtë botë në cilën jetojmë. Si krahasoni prej besimit nga shumë musliman që sufizmi është praktike dashurisë dhe përkushtimit ndaj Zotit, deri te një akuzë për shembull që bëjnë shumë për devijim nga islami, nga islami burimorse? Fillimisht, besoj që duhet cekët kjo informat shumë e rëndësishme që tasavufi, si që tha dhe prova nderuar, edhe tarikati janë diçka të ndryshme, po që janë në esens një brom. Tasavufi është ideja apo e brendshmja e këtij diskutimi, e këtij mohabeti. Tarikati është forma dhe rruga e rregullimit të implementimit sufizmit në jetën e përditshme të secilit individ. Sa i përket akuzave, akuzat kanë ekzistuar ndoshta çdo herë, por në të kaluarën akuzat janë bërë në mënyrë më të moderuar, kurse në kohën e sotshme janë, mund të themi që janë të shpifura akuzat kundrejt sufizmit. Dhe asnjëherë një besimtar i ditur, i ngritur, nuk besoj se mund të arrijë dita e pjesa që ta mohoj tërësisht ekzistencën e sufizmit. Është një fjalë shumë e bukur sa i përket kësaj teme, thot Islami është qumshti, sufizmi është nën produkti i qumshtit, që vjen prej qumshtit, mund të jetë djathi, mund të jetë kosi, e diçka e tillë. Dhe problemi i muslimanëve sot është që ekzistencën e qumshtit e pranojnë, po që ka rrjedh prej qumshtit nuk e pranojnë me idenë se kemi dalur nga rruga e Kuranit dhe nga rruga e traditës profetike. Tasavufi dhe tarikati në esencë ka për qëllim ta ruaj fillimisht kuptimin e brendshëm të Kuranit, po ashtu dhe nëpërmjet kuptimit jashtëm dhe ta jetoj në detaje jetën profetike. Profa nderuar. A arrin? Deri sot besoj që në për shumë individ, në për shumë shoqëri ka arritur. A mund themi se çdo kënd tasavufi është absolut? Nuk mund ta themi.
për shkak se tasavufi është i pastërt, po jo kushtimisht ndjekësit e tasavufit mund të jenë të pastërt. Njëtë si që Islami është i pastërt dhe jo muslimantët. Po nuk do vetëm me tasavufit. Thuaj se të gjitha vlerat janë ataku dhe janë rrezik. Janë rrezik, patjetër që po, me gjitha vlerat, por a ka pasur efekt? Patjetër që ka pasur efekt. Çka ka në fokus kjo rrugë? Kjo rrugë në fokus ka edukimin e egos. Edukimin e egos, që besoj ma vonë do të flasmi për llojet e egos që i përmend Kurani, por pse ka arritur dhe pse njihet me këtë emër, pse duhet jetë me këtë emër tasavufi, pse duhet njihet sufizmi? Së pari le ta shohim çka do të thonë tasavuf, se është fjalë arabe si përkthehet shqip. Profa e njeh më mirë se unë, por po mundohem në kapacitetin tem të jap një kuptim. Fillimisht prej fjalës sufi, zakonisht nëpër libra qarkullojnë 3 komentime të kësaj fjale, dhe komentimi por prej, siç njihet zakonisht në botë, është prej një robe të leshit, për një robe të lesht, që për shkak të asketizmit ose për shkak të devotshmërisë, njerëzit pamjen e jashtme të rrobës e kishin të rregull, kurse të brendshme e kishin të lesht, që ta përjetojnë nxehtësinë, t'ja kujtojnë vetes zjarrin e botës tjetër. Ky është njëri prej komentimeve. Komentimi i dytë është për shkak të safit, duke pretenduar sufit se një grup i shokëve të profetit njiheshin me ashabu sufe, shokët e safit, për shkak se ata ishin që jetonin në afërsitë e xhamisë ose brenda xhamisë dhe kohën e kalonin kryesisht në safin e parë, duke u marrë me përmendjen e Zotit, ishin të përkushtuar tej mase. Dhe komentimi i tretë është për shkak Sofia, për shkak të njohjes së thellë. Është edhe kuptimi prej Safa, pastërti, po. Qiltërie e shpirtit, por edhe i 4 e i 5 ma pastaj prej Sofie, prej urtësisë në gjuhën e Helene. Helene, po do më thonë ka shumë emërtime, por kryesisht sufizmi në fokus ka ruajtjen e devotshmërisë. Tani, nëse na pyesni se cili është definicioni më i saktë për sufizmin, unë nuk mund të them një definicion saktë për sufizmin, po ashtu siç nuk mund të them për devotshmërinë, për shkak se devotshmëria nuk kufizohet sipas mendimit të një personit, sepse e hasim tek shokët e profetit që secili kur ka folur për devotshmërinë ka dhënë versione të ndryshme. Do me thënë, devotshmëria, devocioni sipas Kuranit është një rrugë që secili do ta gjej te vetja e tij, cila është rruga më e saktë për t'u afruar te Zoti dhe për ta njohur veten. Por, nëse më pyesni individualisht, çka kam arritur unë ta shoh si devotshmëri dhe çka kam arritur unë ta shoh si sufizëm, sufizmi sipas mjeshtërve tonë ka 4 fjalë. E para është zhveshje, e dyta është pastrim, e katërta është veshje dhe e pesta është parfumosje. Fillimisht në rrugtimin tonë shpirtëror, njeriu zhveshet nga pretendimet, nga egot e ulta, duke filluar ta pranoj Zotin e madhruar si ekzistencën e vetme, ta edukoj egon e tij, pastaj me kalimin e kohës kur arrinte egot e tjera, që besoj do të flasim më vonë për to, kur arrinte egot e tjera, njeriu fillon të vishet me emrat e bukur të Zotit, fillon të vishet me cilësitë e bukura të Zotit, me cilësinë e durimit, me cilësinë e mëshirës, me cilësinë e furnizimit, me cilësinë e mirëkuptimit, dhe në fund parfumose, do më thonë parfumosja në këtë rast është që një e njohim si kemaliat ose përsosmëria shpirtërore, ku do më thonë njeriu nuk ka më ndikim nga egoja e tij e ulët, apo nefsi e mare, siç njihet në terminologjinë e botës islame. E qartë do të themi sërish, sepse ka shumë edhe fjalë që ka nevojë për interpretim kur flitet për sufizmin, ose që kuptohen ndryshe varësisht nga bindjet në kornizat e islamit. Kemi zotin Kadriu drejt për drejt. Do doja një perspektiv tuaj profesionale, zotin Kadriu, në cilësinë e psikologut në këto kohë postmoderne, disa po ju thonë,
Si e sheh sufizmin si praktik fetare dhe ndjekjen e saj nga bota e sotme? A mund vërtet njeriu të shkëputet nga dëshirat e botës për të qenë ashtu i pastër, sikurse u fol këtu në studio në përshkrim të sufizmit? Duke qenë i thirrur dhe i prirur nga profesioni dhe duke punuar si psikolog, më lejoni që edhe unë spaku të jap perspektivën time rreth tesavufit ose sufizmit në përgjithësi, nga ku unë i dëgjova edhe panelistët aty me ju dhe nuk dua të shtoj më tepër përpos se të them që sufizmit ose tesavufit si rrënjë e nocionit më të saktë nuk mund t'i jepet një definicion i përpikt, pasi që është diçka që përjetohet dhe ndjehet nga vetë personi. Megjithatë është ajo se si ne e ndjejmë dhe se si e reflektojmë e shfaqim me të tjerët. Po ajo çka është e rëndësishme që tesavufi në historinë e saj, ashtu sa që kemi ne informacione dhe njohuri nga burime të ndryshme, është që ka rrjedhur që nga koha e profetit Muhammed paqja qoftë me të, dhe më së tepërmi kur ka dalur në pah praktikimi i saj është nga vdekja e vetë profetit a.s. dhe në momentin kur kanë filluar trazirat, le të themi, për brenda muslimanëve ose të themi fitnet ose përqamjet, mes tyre aty kanë filluar, domethënë që njerëzit të them pak me një vigjilencë më të ngritur, ta ngrejnë devotshmërinë e tyre dhe të distancohen nga bota materializmit ku e dërgon njeriu në përmbushjen e egos në këtë botë dhe të jetë i lidhur me Zotin në formën më të madhe. Po, si ndikon kjo në kohën moderne, ndoshta edhe pasuria të qenit i pasur para 1400 vjetësh ka pasur më pak gjëra, sot të qenit i varfër ndonjëherë ka më shumë se çfarë mund këtë qenë atëherë pasuri. Si është mundur në këtë epokë që jetojmë për të pretenduar diçka të tillë? Tani do të fokusohem pak në profesionin tim, duke i parë praktikat e mëdha të cilet po bëhen nga psikologë jo muslimanë, duke bërë analiza të ndryshme, e shohin që sufizmi është jashtëzakonisht, ose praktikat e tesavufit, lutjet, adhurimet, pjesa trascendentale e meditimit janë të lidhura fuqimisht me pjesën e psikologjisë së njeriut. Megjithatë shumë bukur e thatë që jemi në një kohë kapitaliste ose globalizmi na ka ofruar dhe po jep një kulturë që njerëzit të jenë më të joshur drejt botës materiale, pasurive të ndryshme. Megjithatë unë personalisht mund ta quajm që ne dhe rinia në përgjithësi jetojnë në një botë të parazitit ku gjithçka është e gatshme, po nuk është e përmbushur. Dhe unë kam vetë përjetimet e mia me klientët e mi që vazhdimisht kur diskutojmë për çështje të ndryshme, çrregullime të ndryshme psikologjike, kur thonë unë kam të gjitha të mirat e kësaj bote, por ndjej zbrastir brenda vetes time. Dhe kjo zbrastir unë duke pasur pak njohuri, domethënë në këtë pjesën e fesë, duke qenë edhe që kam mbaruar medresen, bëja të ndërlidhjen e aspektit fetar që atë zbrastir që këta njerëz e hasin brenda vetes, ta arrisin devotshmërinë e tyre, ta njohin veten e tyre dhe në shumë të rasteve ka rezultuar pozitivisht. Dhe besoj do të kemi hapësirë dhe kohë që unë t'i elaboroj edhe me fakte, argumente shkencore se çfarë ndikimi ka në psijen e njeriut, në tru dhe në trupin tonë, praktikat fetare, respektivisht ta quajmë bota asketizmit ose tesavufi në përgjithësi. E qartë, zë Musliu, në fakt ju vetë përmendët tarikatet, edhe i diskutuam shumë shkurt, po si ndahen ato? Që ta njohim s'pari ata që nuk e din se si funksionon, prandaj po pyes. I quajtet udhë të cilat çojnë deri te synimi. Kanë praktika të ndryshme njëra nga tjetra, patjetër? Sipas perspektivës personale, tarikatët ekzistojnë shumë kohë më parë. Dhe në kohën e sotshme, zakonisht edhe prej vetë antarëve të radhëve të sufive,
Njihet një numër i simbolik i tarikateve, do më thonë janë 12 tarikate. Ky mendoj që është numër simbolik për shkak se nuk janë 12 tarikate. Nuk mund të kufizojmë numrin e rrugëve në 12, për shkak se nuk janë 12 tarikate. Ne mund të themi janë 12 imam, por 12 tarikate nuk janë. Kjo është për shkak të simbolikës. Tarikate mund të themi që janë me qindra, por rezidente edhe të qëndrueshme deri në kohën e sotshme mund të jenë 12 e më shumë. 12 e më shumë ose edhe më pak tash, për të mos u ndalur. Në esencë, çka është tarikati? Në Kosovë nuk i kemi 12. Nuk i kemi 12 në Kosovë. I kemi një 7-8. Po, 7 ose 8 i kemi në Kosovë. 7 ose 8. Po, thuja se se cili interpretim jashtë asoj që jemi mësuar të ndëgjojmë është një tarikat i ri. Mund të themi që edhe Profa Mustaf është një tarikat i ri. Mënyra qyshe interpreton fejen edhe qyshe mbron është tarikat i ri. Dhe ndjekësit e Profës Mustaf në rrjetet sociale që janë shumë të flakt, që një prej tyre jam edhe unë, duhet ta njohin vetveten si Bajrami ose Mustafi. Për shkak se Mustafa Bajrami, dhe më thonë, kjo e bën... Vish më së më thuj me nuna i farë senin Po, nëse fansat kanë me kërku, një ditë keme vendosi. Amen. Pa tjetër, është mendoj se një konceptet e tarikatit. Po, më falë, profis, nëse kam leje veç e pak. Po mundon ta thjesht zoj, nëse flasim për themeluesit e mëdhenj që njihen në botën islame, duke fillu prej Sejd Ahmed el-Rifais, prej Sejd Abdul Qadir Geilanis, e të tjerët, mund të themi që ata nuk janë zgjuni ditë mëngjesa me thonë prej sodit ne jemi Kaderi, ose prej sodit ne jemi Rifai, ose Haxhi Bektash Veliu me thonë prej sodit jemi Bektashi. Do me thonë, nuk ka qenë synimi i tyne të emërtimi i ri. Ta kemi parasysh këtë informatë të rëndësishme. Por çka ka ndodhur të emërtimi? Mënyra e jetesës së këtyre burrave të mëdhenj, si kanë jetu ata, si kanë vepru, që quhen Piran, pir, do me thonë pir i bje themelues, ose plaku i vjetër, mënyra qysh kanë jetu këta të mëdhenj, të pleqët e vjetër të devotshëm, ndjekësit e tyre me kalimin nga kjo jetë prej tyre, kanë filluar ta emërtojnë vetveten në emër të ati themeluesi, të ati ndjekësi, gjë që nuk mendoj se do të ketë ndonjë dëm të madh nga kjo pikpamje, ta emërtosh veten si antar i një grupacionit, për shkak se nëse themi që është ndaluar fetarisht. Edhe ndjekësit e shkollave juridike islame e kanë bërë Hanefi, Maliki, Shafi. Domethënë nuk është një diçka, se cilin mësim ndjekë. Po, nuk është një diçka që duhet patjetër të gjykohet se zakonisht për diskutimeve që i bojmë me muslimanët, akuzën më të madhe e marrim pse ka nevojë me pas një emërtim, pse nuk duhet ne të jetojmë si musliman të thjesht. Po, domethënë përgjigja e parë që duhet t'i bëhet është për shkak të mëdhëhebit. Ti patjetër ke me emërtu veten sipas një mëdhëhebi, sipas një shkolle, sipas një rruge. Po ashtu edhe në shkollën ku ti studion, do ta emërtosh veten si shkollar në emër të atij profesorit, të atij dekanit. Domethënë, nuk është poenta të emërtimi. Më shumë do të ishte diskutimi më i drejtë, siç e tha dhe profa, te idolizimi i tepërt edhe tu e humbë esencën e ndjekjes së atij themeluesit. Do me thonë, vetë mjaftueshmëria për shkak të emërtimit. Nëse unë thamë tani jam Rifai, jam Gjerrahi, jam Kadiri, edhe me këto krenohem edhe nuk bëj asë një hap të jetës që i kanë bo këta burra që i përmenda, do me thonë, defekti më i madh ndodh këto. Defekti më i madh ndodh këto, edhe pikërisht tifozët e flakt të së jashtëmës ja kanë shkaktuar domin më të madh kësaj rruge kaq të shenjtë dhe kaq të brendshme, që ne sot, për shkak të keqpërdorimeve të disa individëve, dhe për shkak të fyrjeve të ulta të pjesës tjetër, ne ende e kemi këtë temë komplekse, gjë që kjo temë edhe këto rrugë e ka ndërtuar njeriun, këto rrugë e ka ndërtuar kulturën, këto rrugë e ka ndërtuar artin, në vendin ton, infrastrukturën. Do me thonë, elementet e infrastrukturës e perandorisë osmane lidhen direkt me frymën e tasavufit që ja ka dhënë. Dhe tash, zgjohemi një ditë për ditëve dhe ta kapim gjihadin e tastjerës dhe të him të ofendojmë njeriun, të akuzojmë me fjallën qafer, mushrik, bidatxhi, pa e lexuar një rasht për tasavufin, pa
pa e ndëgju dikant të full për tasavufin, mendoj që është shumë e oltë. Shumë e oltë. A përkufizohet sufizmi islam vetëm te tarikatët? A ka sufizëm si që potencija dhe profa nderum? Sot po flasim. Sot ka dhe të këtjerët. Ka dhe të këtjerët. Na du ta kemi parasysh edhe një element lorik që tasavufi ka përjetuar shumë linçime, ka përjetuar shumë luftë. Shumë ka përjetuar luftë. Pastaj, për shkak të ndjeshmërisë së tyre, për shkak të gjendjes së tyre shpirtërore, mendoj që disa gjëra edhe në mesin e sufive kanë ikur nga dora, duke lejuar që të ketë ndikime që unë nuk mund ta mohoj këtë pjesë, që ndonjëherë ka edhe ndikime nga shamanët apo ka edhe ndikime nga kultura tjera. Mirë po, sufizmi nuk duhet ta gjykojmë në atë se çka prodhon sufizmi, sepse sufizmi në Indi prodhon një kulturë që te indianët është në rregull. Sufizmi në Kosovë prodhon diçka tjetër, në Shqipëri dhe Kosovë është e njëjta gjë, mos ta ndojë është e njëjta kulturë. Sufizmi në Turqi prodhon diçka tjetër. Domethënë varësisht prej mentalitetit të njerëzve. Një element që mos ja marr kohën edhe profës nderuam, një element shumë i rëndësishëm është që Perandoria Osmane para se të mirte një hap, të shkonte të një vend dhe të çlironte, dërgonte dërvish të ndryshëm, sufi të ndryshëm, që ta shikonte mentalitetin e popullit se me çka përshtatet, cila rrugë dhe cili tarikat përshtatet tek ai vend. Për shembull, kemi rastin e Bektashive. Bektashit, për shembull, që nuk është e fushës me folën për tarikatët, për tarikatin Bektashi. Bektashit, për shembull, dallojnë Bektashit që jetojnë në mal dhe Bektashit që jetojnë në qytet. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Po, zakonisht në Turqi ndodh kjo ndarje që Bektashit në mal njihen me emrin Alevi, Bektashit në qytet, ata në qytet. Nuk njihem të gjithë ndjekësit e tarikateve si Alevi. Në kuptimin e dashurisë edhe ngritjes së figurës së Imam Aliut, ata mund të njihen si Alevi, kurse në kuptimin ideologjik e politik, pastaj profa e nderuam formal të jashtëm, aty ka ndarje më të detajuara që sot ndodh, për shembull, dallojnë Alevit e Sirisë, dallojnë Alevit e Turqisë, dallojnë Alevit. Dallojnë edhe në emër, atë njëra pa Alavi, tjetra Alevi. Alavi për shkak të gjuhëve, po esenca është e njëjtë Alevi, unë mendoj që të paktën kështu. Mirë, profesor, po. Kemi hapësirë, kisha dash me e dhënë një kontribut modest në këtë që e shpjegoj edhe parafolsi, Besir Beu, po do t'i shërbente edhe kuptimit më të parafërt tek shikuesit tanë, nëse ka hapësirë. Patjetër. Thash në fillim të kësaj trajtese, tasavufi apo jeta sufiste ka qenë prezente edhe në kohën e pejgamberit a.s. Bile vetë pejgamberi është një prej tyne. Në cilin kuptim? Në kuptimin e stopimit të vetës që epshi, egoja, materialja të mos e tërheq njeriu ka poshtë, ka esferis safilin. Por të mbaj në një nivel që as shpirtënorën mos të lejoj të tërheq materiale dhe të shduk fare. Mos të shndrohet materia, fizikumi i një njeriut në një energji dritë dhe të shndrohet në angjëll. Pra, tesavuf, i real i kohës e pejgamberit ka qenë mbajtja në nivel të pjesës shpirtërore dhe materiale. Me kalimin e kohës, kjo është shumë e rëndësishme, sepse e shoh edhe në për debate, te i kalohen kompetencat, përzihen, ofendohen, shajnë, dhe çdo gjë që është sufiste ka një kategori të kolegëve të mi, çdo gjë që është sufiste e konsiderojnë një islame. Është e gabueshme. Shumë është e gabueshme. Çka ndodh? Pas Muhamedit a.s. i rrethuar me sahabët, fryma e jetës paralele, shpirtënore dhe materiale vazhdon të përhapet. Dhe shkon kjo kështu. Vdes gjenerata e parë e sahabëve, ose edhe në kohën e tyre fillon përhapja e islamit jashtë kufive të Medinës. Nuk po arrihet të shkohet të Ebu Bekrit, të Aliut, të Omeri për me shpjegue një çështje apo me shtruhe një pyetje, sepse islami u përhap në gadishullin arabik.
krijohet nevoja e dërgimit të dietarëve, të cilët kanë mësuar fillimisht të Muhamedi a.s., Ebu Bekri, sahabët, njerëzit më të afërt të pejgamberit. Me kalimin e kohës, kjo nuk ndodh vetëm me tasavufin, ky zhvillim historik që po e përmeni. Kjo ndodh edhe me tefsirin, edhe me fikun, edhe me hadithin, me çdo shkencë, sepse burimi është në Medinë dhe përhapja pastaj në jashtë Medinës, në gadishullin arabik. Pastaj Islami fillon të pozicionohet në vendet e ish perandërisë bizantine, në Siri, në Jerusalem, përhapet ka perandëria sasanide. Tani kërkohet nevoja e dërgimit të njerëzve, emisarve, akademikve, profesorve, të shpjegimit të Islamit tek muslimanët e ri, përsa përhapej shteti Islam. Këtu fillon tani ndarja, ta quaj kushtimisht, tarikatesh, mezhebesh, konceptesh, doktrina shkollash. Tash, pikërisht ku se ndarja? A ka sufizëm jashtë tarikateve? Natyrisht se ka. Natyrisht. Tarikati nuk guxon të pretendoj se vetëm ai është përfaqësuesi i tasavvufit. Kjo i bie sikur une, apo jo personalisht, të pretendoni se vetëm jo personalisht jeni përfaqësuesi i dajni Islamit. Jo burr, ka 99 emna i ka Allahu, që dënë thot 99 rrugë për të shkuar drejt kënaqësisë së Zotit. 99 rrugë ka suksesi dhe sëndërtimi shpirtënor. Është me rëndësi ta vazhdoj edhe 1 minutë atë ku e lash. A u përhap tani Islami në shkoj në Egjipt, në Damask, në Teheran, ka India, andej, edhe po kërkohet nevoja e dërgimit të kuadrove për shpjegimin e Islamit, mësimin e gjeneratave të reja, por edhe të mbrojtjes së Islamit nga ideologji, fe, pastaj filozofi dhe doktrina të ndryshme të cilat i gjejnë muslimanët dhe Islami atje. Njerëzit, shumë bukur më pëlqeve, kur e preke këtë çështje. Njerëzit të cilët Tazami, Shafiu, shkon në Kairo, ose Rabi al-Adevije, ose Dhunnun el-Masri, shkon në Damask prej Medinës, dhe e spjegon Islamin në formatin qysh ai e ka mësu të pejgamberi dhe qysh e ndjen, pasuesit e ti më pastaj quhen njerëzit apo shkollarët apo studentët e filanit, X-it apo Y-it. Këtu fillon ndarja, pra po them, doktrinore e shkencave të ndryshme islame, ndërto edhe të tasavvufit. Dhe ku është ndarja, si me thik më pastaj, atëhere kur muslimanët obligohen të bojnë tadwinul kutub, shkrimin e librave të cilat do të lihen në bibliotekat e qyteteve ku po përhapej Islami. Njerëzit të cilët i shkruajnë ato libra, më pastaj bëhen, ose ato libra, ato doktrina, ato shpjegime, bëhen themelet e krijimit të shkollave mezhebiste në fik, e mezhebeve, shkollave filozofike në akaid, shkollave spirituale në tasavvuf dhe fillon emërtimi i këtyre doktrinave, shkollave akademike në bazë të parit i cili e ka trajtuar dhe e ka shtruar këtë çështje. Dhe kjo nuk është asgjë e gabueshme. Sikur mua të më thuan se Mustaf Bajrami është ezherist, isti është uj, për këthim i arabishtës, ose i medhebist, ose juve të keni kryer studime në Oxford, kjo është Oxfordist, ose është i Prishtinës, student i Universitetit Prishtinës, pra koncepti jot i shpjegimit të një doktrine, qoftë edhe në mjeksi, jo vetëm në tasavvuf dhe filozofi, e krijon pastaj atë shkollën e cila në bazë të juaj edhe thirret doktrina apo formula apo zbulimit të cilën e keni bë, qoftë edhe në fizik, Newtoni apo ai tjetri. Megjithatë, kthyer tek pyetja e fundit dhe po e përfundoj, tek pyetja tek ndërhyrja juaj. A ka Islam ose a ka tasavvuf, sufizëm, a ka jashtë tarikateve?
Tarikatet, bukur e tha, Miko, tarikatet janë ta quaj shkolla të caktuara, rrugtime, doktrina të caktuara të cilat e spjegojnë tasavvufin në bazë të konceptit si e përjetojnë dhe si arrin ta kuptojnë. Megjithçe, sikur feja e sidomos tasavvufin në te, sikur feja e sidomos tasavvufin në te, sa ma shumë që flitet për tasavvufin. Këtë nuk e themon, e kanë thënë kokat gjeniale të islamit. Së fundmi e kam lexuar edhe unë këtë rektorin e Universitetit të Azharit. Një shpirt ndritur, një dietar kolosal, Ahmed Tayyib, që është një udhëhec i një tarikati sofist në Egjipt, njeri me peshë. Fjala e tij është fjala numër 1 sot në botën intelektuale islame të botës, siç është Azhari. Me gjithë problemet që i ka pas Egjipti dhe Azhari dekadave të fundit. Ai thot, mahnet shumë për mua, sa ma shumë që flitet për tasavvufin dhe shkruhet, aq ma shumë ti e denigron. Sepse tasavvufi nuk është gjë që shpjegohet me fjalë, vëllai. Tasavvufi është gjë që ndjehet me shpirt. Është mënyrë jetese, është mendësi. Nëse ti e formulon me fjalë, e nxjerr pej kallapeve të spiritualitetit. Bile shpjegimin kësaj të fenomeneve të tilla e thot edhe Wittgensteini, kur mundohet të bëj dallimin midis objektit dhe gjuhës të cilën e përshkruan objekti. Vetë Wittgensteini thot se janë disa babai i filozofisë së gjuhës. Aristoteli i dytë i historisë së njerëzimit, ka vdek 28 vjeçar, traktatin një ndër kryeveprat, libër për 70 faqe, a i thët, janë disa entitete, disa gjëra, disa seme, me folë kosovarqe, të cilat nuk mund të shprehen. Ato janë përkej domenit dhe hemisferës gjuhësore. Gjuha nuk mund t'i shprej. Dashuria, ajo dashuria e nënës, kur i thet evladit, be evlad, që kjo nuk ka shpjegim. As 1% nuk është e asaj që nana e ndjen ndaj evladit të saj. Njëjtë kështu unë e mendoj është edhe tasavvufi. Ma pak fjalë, ma pak shpjegime, ma pak. Zaten, thash, kur fillon të shpjegohet tasavvufi në libra e shpjegime për tu, duke u mundu me i bindat se unë e jam mirë, tasavvufi fillon me hunë nga vlera. Nuk ka nevoj zotnia me bind kërkon, as me u mundu se unë e jam mirë. Atë kënash që ajo mënyrë, a je i devotshëm, a i ruash pej harameve, vllavijem, a e njënon Ramazanin, a komunikon me Allahun 5 herë në ditë, a je kontribus në familjen tane, në rrethin, mahallën, a e do Zotin dhe a do shoshnia, ti je besimtar dhe ti je sofist. Kjo është sofizmi. Me qenë i dobishëm për vetëm për rrethin dhe në përpullshmëri me konditat, rregullat dhe ligjet e Allahut që i ka vënë në natyrë. Do të diskutojmë sërish pas pak edhe për këtë ndarjen shiit sunit dhe çfarë ndikimi ka sot. Disa prej tarikateve dihet se thuhet se bazën e kanë sunite e disa të tjera bazën e kanë shiite. Çfarë do të thotë kjo? A është ndarja apo s'ka rëndësi? Pas pak për këtë, sepse më përpara do të doja psikologun zotin Kadriu ta pyes për egoizmin, për egon, për këto koncepte që në fakt sufizmi, sikur se thuhet dhe shpjegohet, ju ka shpall luftë që në kryet herës. Çfarë është egoja dhe egoizmi, zoti Kadriu? Nuk do t'i hik pyetjes, do të kthehem aty, më lejo njëherë ta falenderoj profesorin Bajrami, i cili më bëri të reflektoj dhe u kënaqa duke dëgjuar. Megjithatë, vetëm dua pak të shtoj diçka në atë çfarë tha. Unë bazohem tek ajo teoria në psikologji ku njerëzit shpesh paragjykojnë dhe shoqëria jonë ndërtohet dhe jep vendime dhe shpesh bëjnë gjykime nga ajo duke mos pasur informacione të bollshme. Megjithatë, ajo çka është
shumë interesante në psikologji dhe çka ne kemi mësuar në universitet është që në botë nuk ekziston vetëm dimensioni ose ngjyra bardhë dhe zi. Kështu që në botën tonë kemi dimensione shumë ngjyrshe dhe ide të lloj-llojshmërisë. Dhe tek sufizmi ka domethënë paragjykime të jashtëzakonshme dhe shpesh bëhen linçime të ndryshme. Nëse e përdorim fjalën risi ose bidate në islam ose që kanë bërë ndonjë devijim, kjo nuk do të thotë që tek ideologjitë e tjera brenda islamit nuk ka devijime ose risi të ndryshme. Tani do të kthehem tek ajo që thatë për egon. Qëllimi kryesor i misticizmit islam është që njeriu të zhveshet nga epshet e tij ose nga nevojat të cilet janë të pafundme nga egoja, ose ndryshe siç e dim pjesën ose teorinë e egocentrizmit, ku shumë psikologë me renome botërore kanë trajtuar këtë temë dhe ju kanë dhënë definicione më të sakta. Megjithatë, ka një ndërhyrje të mos vazhdosh me tutje, zoti Kadriu, ka një ndërhyrje profesori Bajrami. Nëse mujta me arrit me kuptua drejt për shkak të akustikës së zërit, më duket se tha se përpjekje e tasavufit e islamit është zhdukjen e epshit të njeriut. Islamikisht do të dohi të konsideroj e kavushme kjo forme e trajtimit të çështjes. Islami nuk është kundër epsheve, nuk është kundër instinkteve, sepse ato janë pjesë përbërëse e natyrës sunnetullah, ashtu siç e ka krijuar Allahu njerëzimin. S'mondet Zoti me e kriju e kështu, pastaj fejen me e dërgu e kundër asaj që e ka krijuar. Por Islami nuk funksionon në bazë të epsheve, vër kontroll epshet. Detyra e islamit, detyra e fesë, basa ajo fjala takua, devotshmëri ose ibade, adhurim, që për fat të keq përkufizohen gabushëm dhe karikatur, adhurimin e kanë shndruar një diçka që është vetëm të shkuarit në namaz ose në xhami. Adhurim është edhe detyra juaj si moderator që e bëni. Edhe shoferi kur vozit është adhurim. Edhe nëna kur gatuan të shtëpia, në shtëpi, gratë tona, motrat e tona, vajzat e tona, e përgatitur ushqimin, është i njëjti adhurim si ai në kohën kur do të jesh në xhami. Pra, deformimi i terminologjisë, ose jo deformimi, përdorimi ndonjëherë edhe pavetdijshëm i terminologjisë, sikur tek njerëzit të cilët e kuptojnë më thellë në mënyrën e komunikimit dhe i islamit, tingëllon gabushëm. Islami nuk është kundër instinkteve, as kundër epsheve, por është shkollë e cila i mban nën kontrollën e unit dhe të personalitetit, të karakterit, ashtu siç Allahu dëshiron të shoh njeriu Khalifetullahi fil ard, zavendes i tij në tokë. Qartë, zoti Kadriu. Kërkoj ndjes për ndërhyrje mikut të Shkup. Profesorin, atëherës nuk do të them që i lufton, po do të them që i trajton, i menaxhon ose i zhvesh nga ato që e dëmtojnë njeriu. Hajde ta themi më qartë. Tesavufi njeriu e bën njeri. E bën që të jetë të themi afër, nuk mund të jetë njeriu i përsosur, sepse kemi ajete kuranore ku Zoti na tregon se njeriu është mendjelejt, njeriu është i gabueshëm e kështu me radhë. Megjithatë, njeriu tesavufi e ngre në pjesën morale ose i arrit devotshmërinë, dhe unë do ta potencoj një gjë shumë interesante që e kam lexuar më herët, ku një imam në Turqi ka vendosur një pllakat dhe ju ka thënë xhamatit me një mesazh shumë bukur. Thotë kështu: para se t'ua mësoni fëmijëve tuaj adhurimin, ibadetin, thot mësojani atyre moralin, edukatën, etikën, sepse në të kundërtën fëmia juaj mund të bëhet vjedhës i cili fal namaz, mund të bëhet pervers që agjeron Ramazanin, mund të bëhet gënjeshtar që shkon në hax dhe fajdexhi që therr kurban, dhe më e rrezikshmja që shqipton kelime shahadetin, la ilaha illallah, dhe vret njerëz në emër të islamit. Dhe prandaj neve kemi aq shumë islamofobi, kemi aq shumë paragjykime, sepse nëse ne
e përmirësojmë veten, shumë bukur kur e tha profesori, nëse ne tregojmë shembull, hiç pa thënë asnjë fjalë, vetëm duke treguar edukatën tonë, sjelljen tonë, vetëm në atë çfarë praktikojmë në vetveten edhe si reflektojmë të tjerët, mjafton besoj pjesa se si ne e shfaqim besimin ton tek të tjerët edhe si e përmbushim veten dhe i plotësojmë normat e tona edhe të egos, po edhe të asaj që mbizotëron egon ton me joshje të cilët janë në kundërshtim me parimet fetare. Zoti Musliu, paka shumë ta parafrazoj për shkak të interesit tim për të shtruar pyetjen tani atë që tha zoti Kadriu në fund, ishte ajo që të mësosh të tjerët përmes shembullit personal, jo përmes fjalëve. Dervishët pretendojnë se bëjnë pikërisht njëjtën gjë. T'japin shembull pa i treguar me fjalë se si të veprohet. Është kështu? Fillimisht i referuemi një hadithi të pejgamberit alayhis salam, thirrni njerëzit në islam pa e përdorur gjuhën. Si bëhet kjo? Po kjo bëhet. Si ti thuash dikuj ndjek mua, merri cilësitë e mia, mëso se kështu duhet pa nxjerr zë. Është e pamundur? Në kohën e profetit, a ka pasur sahab që kanë qenë të shordhër? Nuk e di. Ka pasur. Ka pasur që kanë qenë të verbër? Ka pasur. Thirrja nuk është bërë nëpërmjet gjuhës. Ndërsa edhe kjo nuk aludohet në atë që të mos flitet fare hiç. Patjetër. Por që të mos jetë gjuha vegla kryesore, ndërsa veprimi yt të jetë në prapaskim. Unë kështu kisha me patjetër se duke u bazuar në ajetin kuranor, sepse pa fol o ju që keni besuar mos e thoni ato që nuk e veproni, sepse te Zoti është shumë e urrëtur ta thuani ato që nuk e veproni. Por të kthehemi pak te tema e egos, se kjo ka rëndësi shumë të madhe në rrugtimin ton. Aty ndodhi një gabim, mendoj se që tha me u zhduk egoja, me u zhduk epshet, dhe më thonë Islami që tha dhe profesori edhe Arbri, kjo është e qartë që nuk e ka në fokus me i zhduk, po Islami e ka për qëllim që instiktet e ulta të njeriut t'i kthej në virtyte. Me një farforme tasavvufi ka në fokus t'a qytetroj virtytin e njeriut. Njeriun t'a qytetroj. Pikrisht edhe njihet me emnin qyteti profetit Medine, që i bje qytet, feja din, ka një kuptim që do të thotë qytetrim, do më thonë qytetrimi i virtyteve dhe i vlerave të njeriut. Egoja, sipas sufive, kemi 7 lloje të egove, të nefseve, që Kurani i përmend, duke fillu prej asaj egos më të ullë që është nefsul e mare, do më thonë egoja shumë urdhëruese, shumë shtytëse për të bërë keq, do më thonë njeriu priret që vazhdimisht të bëj keq, të ndiqet nga epshet dhe dëshirat e ulta të tija. Pastaj kalimi tek egoja e dytë që njihet nefsul levame në suratul Qiyame, ku Zoti betohet në këtë ego, pasha egon vetë çortuese, kur njeriu fillon ta sheh se është duke vepruar keq dhe të ndjehet keq për veprimet e tij, të kërkoj falje për veprimet e tij. Dhe pastaj kur të i kalohet kjo egoja e dytë, njeriu arrin të nefsul mulhime, që i bie egoja frymëzuese. Sufit besojnë që në këtë fazë Zoti fillon ta frymëzoj njeriun dhe nëpërmjet tij të del bukuria e Zotit në pa, të shfaqet e bukura në pa, nëpërmjet punës së tij, nëpërmjet të vepruarit të tij, duke ju referuar edhe një hadithit që është shumë bukur e përmbledh këtë temë, kur thot Zoti i madhruar, thotun në një hadith kutsi, thot nëse thot robi thot tenton të më afrohet nëpërmjet kryerjes së obligimeve, farzeve, por unë nëse dua ta afroj, thot ja lehtësoj rrugën drejt nafileve, veprave vullnetare. Thot dhe kur ai thot bën vepra vullnetare, thot bëhem syri ti që sheh, goja ti që flet, veshi ti që ndëgjon, dora ti që vepron. Shtrohet një pyetje shumë logjike, po në këto momente Zotja nuk është duke vepruar nëpërmjet neve, patjetër që është duke vepruar nëpërmjet neve. Po në atë pozicion arrin njeriu deri te vetdia se vetëm Allahu është ekzistenca e vetme që është duke vepruar dhe e shtyp egon e tij. Pas egos së tretë, egoja frymëzuese, njeriu arrin te egoja e katërt, që njihet në Kur'an, në suratul Fajr,
Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, kjo është më e rëndësishme, ja mendoj, do më thonë egoja që ka gjetur qetësin edhe egoja që ka gjetur sigurin. Ne jemi të stërngarkuar me informata, edhe me ajete, edhe me hadithe, edhe me fjalë të urta, mirë po, ende nuk kemi gjetur siguri. Besimi është ajo që ofron siguri, të jesh i sigurt në ato çka je duke e bë. Kur arrin njeriu te egoja e katërt, do ta gjej qetësinë e brendshme, pas qetësisë dhe sigurisë njeriu ka nevojë të ndjej kënaqësi. Radhje, pastaj ja ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. O ti nafs që je i bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i cili është i kënaqur me ty. Pastaj fillon me u kënaq me Zotin. Çka do të thotë me u kënaq me Zotin? Nëse këtë besimtar të pyet, a je i kënaq me Zotin? Këtë kam të thon patjetër. Mirë po, për një 24 orësh 70.000 ankesa mund të numërojnë që i bëjmë brenda ditës. Do të thotë që nuk pra janë. Sufiu arrin që të mos bëj ankesa gjatë ditës. Sufiu arrin, domethënë që përveç që të hesht nëpërmjet të folurit, të hesht edhe nëpërmjet të menduarit. Domethënë kuptimin që të mos ndihet keq për ato çka po ndodh, për shkak se ka arrit ta gjej dhe ta sheh Zotin e tij që është si veprues i vetëm. Domethënë kjo ndodh, mos ta keq kuptojmë, sepse dikush mund të thotë tash, mirë po unë po desh kam të thonë që ketë ko kam pe Zotit edhe s'pas në asnjë përgjegjësi. Ne folëm pas një rrugtimi shumë të gjatë që duhet ta bëjë njeriu për të arritur kjo gjendje që të jetë i kënaqur. A është sufi gjithkush që është pjesë e tarikateve? A konsiderohet sufi? Nëse Se i dëgjojmë që themi ne sufistët, janë sufi të gjithë ata që ndjekin tarikatet. Fillimisht tasawufi ka në fokus ta luftoj fjalën unë, për emrin unë, duke ju referuar asaj fjalimit të iblisit, kush të unë bëhet si unë. Domethënë ideja në tasawuf është mos thuash unë. Unë apo unë i shqip që i themi. Aliu radiallahu anhu e ka shumë të fort, a'udhu billahi min kelimet ene. Allah. Fjala a'udhu billahi përdoret tek shejtani. O Allah, ruaj me kujdes të shtuar prej djallit të mallkuar. A'udhu përdoret vetëm këta. Hazreti Aliu e përdor të njëjtën, o Zot, ruaj me kujdes të shtuar nga fjala unë. Nuk ka gjë më e keqe në Islam se me u thirr vetëm me unë. Unë i tha është gjuhë shejtanit. Pse kundërshtohet pra sufizmi në botën islame, se mënyra se si e shpjegoni ju. Vetëm edhe dy njerëz, por në rregull. Pastaj nëse do ta vazhdojmë pas. Kërkoj falje, po patjetër. Edhe pse pajtona plotësisht me ndërpresë, se shumë njerëz ka profa, kjo nuk është temë që do detyrimisht mu folë edhe me u qit në libër. Megjithatë ka nevojë me u dëgjuar. Ka nevojë me u dëgjuar. Ka nevojë tjera. Po, radhja domethënë është pjesa kur egoja është e kënaqur me Zotin, pastaj njeriu në këtë kënaqësi prapë ndihet i mangët, sepse kërkon përgjigje prej Zotit për veprimtarinë e tij. Dhe pikrisht këtu lind nefsi i gjashtë që njihet mardhije kur Zoti është i kënaqur me njeriu. Domethënë, ne e përdorim një fjalë kur përmendim burrat e mëdhenj, shokët e profetit, familjarët e profetit, radiallahu anhum wa arda. Domethënë, Zoti është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Zotin. Domethënë, dhe pastaj lind kjo mardhije kur Zoti fillon të kënaqet me robin. Çka ndodh kur Zoti kënaqet me robin, është i kënaqur në kuptimin me jetën e robit të tij, atëherë Allahu i madhruar e vendos atë në një pozicion më të lartë se sa engjujt. Dhe gjuhësisht ndoshta nuk kemi të drejtë, por kuptimisht besoj që kemi të drejtë të themi që njeriu arrin deri te përsosmëria apo arrin deri te pozicioni më i lavduar në Kur'an, duke u bërë veliullah. Evlia që njihet në popull, domethënë i dashuri i Allahut. Çka është një i dashuri i Allahut? Kur'ani shumë bukur, shumë thjesht e shpjegon. Për të dashurit e Allahut nuk ka frikë as nuk ka pikëllim. Alehim wala hum yahzanun. S'ka frikë më njëri as nuk të ndoset për ja, nuk lodhet më për detaje. Ai nuk ka as frikë as nuk ka pikëllim. Pastaj Zoti më njëherë shpjegon kush janë ata elledhina amanu wa kanu yatakun. Janë ata që ju përmbajtën kësaj beslidhje dhe qëndruan në të. Cilës beslidhje? Beslidhjes me Allahun, sepse ne pretendojmë se jemi në kërkim sipas një mësimi të caktuar apo vetëm të besimit personal? Po kemi beslidhje të brendshme dhe kemi beslidhje të jashtme. Në tasavvuf njihet beslidhja e brendshme është ajo pjesa kur i kemi thënë Zotit në parafilles, i kemi thënë kalu bela, elestu bi rabbikum kalu bela, a nuk jam unë Zoti juaj, shpirtat po huan, pastaj nuk u zgjat diskutimi.
Pse nuk u zgjat diskutimi, Zoti vendosi që këtë beslidhje ta testoj duke e futur dritën shpirtin. E mbajnë mend sufistët ato që ka ndodhur atëherë? Sufistët janë në kërkim të kësaj nostalgjie dhe ti je në kërkim dhe secili njeri është në këtë kërkim. Pse është në kërkim? Ne sa herë që ndëgjojmë ndonjë këngë të bukur, i mbyllim syt. Pse i mbyllim syt? Dikush thotë ta përjetoj më mirë. Jo, ty po të asocon në një zanë, në një këngë të bukur, kjo këngë. Një pikturë e bukur, po të asocon me një pamje të bukur. Do me thonë, mbyllja e syve është kërkim e asoj bisede të këndshme që ndodhi me shpirtave dhe me Allahut. Nuk është detyrimisht që duhet të besohet kjo, apo që duhet të bëhet farzi kësaj rrugë, kjo çka po e themon, por bukuria e kësaj është që njihet si përmallimi i shajt. Çka është përmallimi i shajt? Përmallimi i shajt është pra bisedën me shpirtave dhe me Allahut, dhe njeriu vazhdimisht është në kërkim të diçkafit që ja hjek atë përmallim. Zakonisht secili prej njerëzve në ditë pikëllohet pas një arsye ose shqetësohet pas një arsye. Dhe në tasavvuf shpjegohet kjo që shpirti po e kërkon atë takimin e parë dhe nëpërmjet kësaj ka arritur njeriu apo sufistët të bëjnë ilahi të ndryshme, munaxhate të ndryshme. Munaxhatet janë përgjërimet që ja bëjnë Zotit, dhikret e ndryshme që bëhen tek sufit, e ka që njeriu ta kaloj atë kohë në transcendencë apo në ekstaz, që ti përafrohet atij takimit të parë, me shpresë se një ditë do të bashkohemi përsëri. Nëse deri më tash më je drejtuar mua si profesor, sigurisht për shkak të moshës, tash më lejo tani tutje të drejtohem edhe me profesor. Pikërisht për shkak të këtij shpjegimi ta quaj spektakolar që e ke vë për 7 nivelet e shpirtit. Ibn Sina këto i trajton edhe Farabiu edhe filozof të ndryshëm, por mënyrën si e ke bëhe më ke fascionuar. Nuk është zakon në për studio, kështu me komplimente në një tjetër, zakonisht është puna si e kërkushi, kush në studio televizive ajo shkon fatkeqësisht ditëve të sotme. Ke knaq, të përgëzoj, Allahu të ruajt dhe të shpërbleft. Zoti Kadriu, në fakt më intereson pikpamja juaj sikur e keni prezantuar veten entuziast i studimeve religjioze. Si ishe, do më thënë, po unisëm nga kjo bisedë këtu në studio, dikush mund thote, po s'pas kanë dallime fare muslimanët, po ne i dim se dallimet i kanë shumë të mëdha. Ishini me problematika dallimet mes grupeve të muslimanëve në bazë të besimit që kanë, në bazë të origjinës që kanë, ose lidhjes me shpjegimin e një personalitetit caktuar, si përqarse apo si ishe zhvillimet e sotme? Isha të ndërhyj diçka të afës Besiri, po ndoshta nuk dëgjohesha, megjithatë do ta shtoj. Nuk të kemi dëgjuar në studio, të kërkoj falje. Okej, nuk ka fare problem. Është e vërtetë që përçamjet, rrymat, fraksionet ekzistojnë dhe natyrisht nga masa e gjerë që nuk kanë informacione të bollshme, mandej revoltojnë edhe shfaqin atë mllefin e tyre të mbrëmshëm që rezulton në aspektin e dhunës. Dhe ne e dimë edhe nga thënjet e Rumit që edhe nga dietarë të tjerë të cilët thonë aty ku nuk ka dashuri, aty nuk është prezenca e Zotit, aty ku ka urrëtie është djalli me neve. Dhe për atë arsye tasavvufi nuk është klas e parë e islamit ku nëse një njeri futet në islam dhe të lëmtoj për islamin dhe mund ta kuptoj shumë qartë. Domethënë kërkohet shumë studim, domethënë kërkohet njohuri të thella mbi islamin dhe mandej të kalohet studimi mbi tasavvufin. Unë jam në Shkup, në një qytet ku thuajse vërehet deri diku grupacionet e ndryshme, pa marrë parasysh të çfarë ideologjie kanë dhe çfarë besimi ata kanë, sepse ne jemi shtet demokratik dhe synojmë që të jemi më civilizues, më respektues dhe ta respektojmë mendimin e lirë dhe aq më tepër besimin e secilit, po megjithatë mua më vjen keq kur shoh prezencën në për xhamia të njerëzve të cilët mendojnë që vetëm me namaz dhe vetëm me disa
ibadetet të cilët i dim të gjitha në Islam, mjafton njeriu të jetë i përsosur, që është absolute, dhe për atë arsye Islami vazhdimisht i ka dhënë peshë dhe rëndësi leximit, studimit dhe pjesës së logjikës, që sa më tepër njeriu që merr, që studion aq më tepër e ndërton personalitetin e tij, pjesën e mendësisë së tij e kështu me radhë. Tani dua dal aty ku tha Hafez Besiri që ndoshta nuk e përmendëm këtë, po është me rëndësi dhe përkon me profesionin tim, që personat që janë pjesë e sufizmit ose që duket paksa interesante ose absurde ato lëvizjet e tyre që i bëjnë, dhikret, dëgjimi i ilahive, forma e lëvizjeve, ku këto janë të vërtetuara me fakte në shkencën e psikologjisë dhe më tepër në degën e psikologjisë pozitive dhe të neuropsikologjisë ose neuroshkencës studimeve mbi trurin, ku këto kanë efekte shumë pozitive të jashtëzakonshme dhe bëjnë pjesë në atë të meditimit transcendental ose të asaj ku njeriu futet në ekstaz. Megjithatë, në pjesën e trurit dhe të trupit, njeriu t'i jep domethënë një ndryshim të jashtëzakonshëm pozitiv. Çka do të thotë kjo? Në momentin ku njeriu futet në botën e dhikrit ose të përmendjes së Zotit edhe i mbyll syt dhe fokusohet në atë pjesën meditative, automatikisht domethënë studimet e huaja siç janë të Maslow, Frankl, kështu me radhë, thonë që njeriu e redukton stresin e tij dhe reduktohet kortizoli. Çka është kortizoli? Është hormoni i stresit. Dhe mandej nga pjesa e neuroshkencës ne kemi domethënë aparaturën e elektroencefalogramit, një mjet i cili bën analizën e neuroneve, qelizave dhe të trurit, dhe aty kemi domethënë efekt të valëve alfa dhe teta. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që njeriu gjen qetësinë brenda vetes, relaksim dhe krijohet një ndjenjë kreativiteti. Domethënë këto janë fakte shkencore që i kanë bërë tek personat që janë domethënë atë vorbullë 24 orësh në meditim, në adhurim, në ibadet. Tani pa marrë parasysh qofshin në mejtepe, në teqe, në xhami, me rëndësi është që këto janë fakte shkencore dhe të elaboruara nga njerëz jo musliman, po tash edhe prej muslimanëve këto studime bëhen në vazhdimsi. E mandej mos flasim edhe për pjesën e psikoterapisë, siç unë personalisht aplikoj cognitive behavior therapy, mandej kemi terapinë ekzistenciale, ku njeriu domethënë i shef ta themi problematikat e veta dhe mundohet t'i kuptojë ato, t'i absorbojë dhe mandej t'i reduktoj në aspekte pozitive që janë profitabile për të. Faleminderit zoti Kadriu, profesor Bajrami. Po më duket që reaguat dhe deshet të plotësoni në lidhje me këtë temë. Jo, unë veç kisha me i përdor fjalët më miradija të mundshme për shpjegime që i bëri. Ndikimi psikologjik i tasavvufit në njeriu dhe mënyrat çështje tjera të cilat i përmendi. Veç dy fjali pra, me që kështu. Tasavvufin dohet ta kuptojmë si një nga shkollat edukative brenda frymës islame që punon që njeriu të mbaj në binarët e lejueshmërisë njerëzores. Ky është tasavvufi, është një nga shumë shkolla islame të strukturës islame që punon njeriu me majt në binar. Kur unë të jam edhe pak më i qartë me shikuesit tanë, kur unë flas për tasavvufin me fjalët më miradije të mundshme, unë e flas për frymën e tasavvufit të kohës së pejgamberit dhe burimorin. Jo për tasavvufin në emën të cilit sot lëvizje të ndryshme, grupime të ndryshme për përfitime të ulta perfide personale e damkosin tasavvufin. Tani do të kemi interpretime të ndryshme të besimit, dhe se cili për besimin e vetë dhe praktikin e vetë do të thotë se kjo është korrekt. Jo. Letket tarikate shumë, letket interpretime të ndryshme. Islami është bahrul muhit,
është deti i thellë oqean, se cili ka drejt dhe mundësi me e trajtue që shja mërmenja, me kusht mos me u largue prej parimeve bazë të islamit, Kur'anin dhe Sunetit. Unë e po flas për mënyrën e keq përdorimit që është bë, që i është bë të tasavvufit real. Mos harroj, zot një Lorik, edhe po m'vjen mirë që kjo emisioni juve është bë një platformë ku po trajtohen do tema vërtet serioze. Nuk i kemi dëgjue gjithkund këto, e mos them asë të përgëzoj. Po, tasavvufi, me gjithë që është i tillë, është ajo fryma që i mban atomet fizike të ngjitura, me gjithë që është i tillë, tasavvufi në përmes ose përgjatë zhvillimit historik të mendimit islam, ka pas raste kur ka qenë edhe i dëmshëm. Në kohën kur shoqërit islame duheshin të ballafaqoheshin me dinamikat e jetës. Jeta ditë jetë shumë herë e egër, e ranë, dhe ti mund të dalësh fitues vetëm nëse kacafytesh me dinamikat e jetës. Dorëzimi është gjëja më e urrëtur në islam. Dhe dorëzimi është targeti kryesor të cilën e ka sulmuar islami për gjatë gjithë jetës. Muslimani nuk duhet të dorëzohet. Tasavvufi herë për gjatë zhvillimit historik të tij ka ditë me i tërhesh njerëzit nga betejat ku do të duhet të ballafaqoheshin me jetën dhe i ka futën në qoshet e teqeve dhe të xhamive. Herë. Megjithatë, po e përfundoj të lutem. Megjithatë, po i njëjti tasavvuf. Shumë herë ka qenën ajo panda, mbrojtëse dhe ruajtëse e besimtarit si individ dhe si shoqëri nga tejkalimi i normave dhe normaliteteve të cilat i do islami. Ka pas kohë kur muslimanët kanë qenë të pasur deri në skajshmëri, deri në fët nari kanë fjetë, kanë hangër dhe pi me lugë e me gota të arit. Në këto kohë, tasavvufi ka luajtur rol permanent, me i thonë këti keqpërdoruesi, la tusrifu, i thëtë Kur'ani, mos e tepro në harxhime, e ka tërheq për jake, apo për veshje, apo për dore, dhe e ka kthye në normalitet. Shiqone jetën e arabëve të sotshëm në gadishullin arabik, për shkak të mirave që javë ka dhënë Allahu. Shkon me qelë nar, një pus, me marë uj, me vadit bastanin i del naft. Msheli se s'na dohet, po e pak kështu si sarkazëm. Kështu thuhet natyrisht edhe për shaka. Atë shumë ju ka dhënë Zoti pasunisa, nuk janë të ditë më çka me bo, kanë hyje në garë, se cili po e ndërtesën më të lartë. 1000 metra, 1500, 2000 metra. Haram kjo është. Kjo është haram. Në kohë të këtilla, tasavvufi mendoj, nuk dija mendoj se dhe ti pajtohesh me mua, tasavvufi do ta luante një rol të rëndësishëm për marrjen përdore të këtyre njerëzve dhe me i lshue në tokë të Bukës. Me i thonë, o zotni, në Afrikë me 10 miliona njerëz po vdekin urije, vllaznit e jumë në Yemen, ani pse janë shit, ata po vdesin në mungesë të ujit të pijes, e të barnave, në vitin 2023, Kombët e Bashkuara e kanë shpallur tragjedin më të madhe të shekullit, Jemenin. Shkoj jep ju ndihmë atyne. Mos i këshira janë tasavvuf, a janë sufi, a janë shii, a janë hambeli, janë njerëz para së gjithash janë besimtar. Prandaj thash, varësisht se si është pranu tasavvufi, si është trajtu tasavvufi dhe si është vënë në praktikë. Herë e kanë dalë hovin e muslimanve, kur ka qenë dashur të ballafaqohen me jetën, e herë i kanë dalë muslimanët nga jeta e egër materiale, ku e kanë harrue edhe emrin njeri dhe emrin Allah. Faleminderit shumë për këtë vështrim, profesor. Zoti Musliu, do doja këtë çastin, sigurisht edhe profesori mund të ndihmojmë, me qenë se vetë përmendi këtë ndarjen synit dhe shiit. Ne shohim sot në botë, jo vetëm sot, ka kohë që në botë ndarja
sektare, shiite dhe sunite luan rol për të keq në përqarje të njerëzve në përcaktim besatat politikave shtetërore kundër njëra tjetrës. Si është mundur që përderisa është ndarje kaq e thellë mes muslimanëve, që në tarikatet mos jetë fare ndikuese. Kur dim se nga këto 12 tarikatet origjinale kam lexuar se 8 janë me bazë sunite dhe 4 tjera janë me bazë shiite. Por nuk e përjashtojnë njëra tjetrën asnjëra prej tyre. Si është mundur që diçka që botën po e përçan, e po e çon prak luftrave te tarikatet islame të sufizmit nuk përbën çështje me interes. Duhet ta kemi parasysh edhe një herë ndarjen e sufizmit dhe tarikateve. Kthehemi në kohën e sotshme. Në kohën e sotshme ne kemi një shtrirje të sufizmit në shumë vende. Do me thonë sufizm personal, apo e njohur me këtë emrin New Age, ku të rinjtë e kohës bëjnë kombinime të fjalëve, do me thonë një fjalë të profetit, një fjalë të Rumit, një fjalë të Friedrich Nietzschës, një fjalë të Tolstojt, edhe ai e bën një fe personale. Ajo meriton një trajtim të veçantë. Ajo meriton një trajtim të veçantë, për atë duhet ta kemi parasysh se jo çdo njeri që mban foton e Mevlanës në profil ose lexon Rumin dhe çet një thënie të Rumit, për me relaksu pak muhabetin, e kish bën mamati njani një fjalë, thot Rumi, o njeri, mos mendo që fjalët e mia janë për eksin tënd, për atë vojzën që të ka lënë, po janë për Allahun, apo din. Se njerëzit mendojnë që Rumi ka shkruar për dëshirat e ulta personale, kurse në sufizëm është e njohur me xhazi apo metafora është shumë e theksuar që nëpërmjet poezive, nëpërmjet këngëve shprehet dashuria e thellë ndaj Allahut. Zati metafora me xhazi është gjuhë e fesë, din dili, thuhet në gjuhën turke. Pa metafor, pa simbolik, fjala el mithal, është e përmendur me 10 herë në Kur'an, metafora. Patjetër. Edhe kurse sa i përket ndarjeve, a janë synia, po janë shia, tham drejtën, unë nuk i kum pa sufit se tasawufi ka 2 periudha masnejna, ose 3, varësisht prej kohërave, nëse flasmi për tasawufin e vjetër, tasawufin e parë, prej Sejd Abdul Qadir Gilani, Sejd Ahmed Rifaiut, edhe tasawufin e kohën e sotshme, periudha e zohdit, ose periudha e zohdit, do me thonë, nuk besoj që janë shqetësu për këtë pjesën, a janë suni apo a janë shia. Pse, s'ka pasur ndikim kjo? Pa di pse nuk ka pasur ndikim, se ata këto çka po e folim na, edhe çka po e pretendojmë na, ata e kam pas për një me këtë pjesë. Të u marrë me vetën e vetë, të u marrë me edukimin e egos e vetë, dhe nuk jenë shqetësu për këtë pjesën, apo ju thushia, apo jo. Për hir të vërtetës, Imam Shafiu, radiallahu anhu, njihet prej atyre imamëve, themelusi me dhebit Shafi, nëse guxoj me i thonë. Ku është i shpërndar për shumë? Në Egjipt është me dhebit Shafi më shumë. Në gjitha botën në Egjipt kryesisht është më shumë. Edhe Imam Shafiu... Kurdet janë shumicë Shafi, në fik. Në fik. Njihet si imam që është shoqëruar me Sejid e Nefisën. Sejid e Nefisën ka qenë vajza e Imam Zejnul Abidinit. është shoqëruar shumë me të, edhe ka në divanin e tij, domethënë e shpreh shumë shoqërimin me të dhe përfitimin që ka bërë prej saj. Pastaj bie prej disa akuzave se është rafidi ose shia ekstrem në atë kohë, dhe njihet me fjalën, thot, nëse dashuria ndaj familjes së profetit më bën rafidi, thot, unë jam rafidi. Me një farforme nuk po lodhem çka po më thoni ju mua. Pastaj te Imam Ebu Hanife, nëse kthehemi, njëjtë kështu e thot edhe Erdogan me një video. Nëse dashuria ndaj Aliut radiallahu anhu qenka të jesh alevi, atëherë thot unë jam prej alevive të parë. Alevi. Domethënë nuk ka qenë problemi ty në emërtimi. Pastaj kemi Imam Ebu Hanifën, Zoti i qoftë i kënaqur, me gjitha që po i përmendim, ku është i famshëm takimi i tij me Imam Xhafer Sadik, një prej imamëve të Ehli Bejtit. Dhe konsiderohet si nxënës. Dhe konsiderohet si nxënës i tij. Pastaj Imam Ebu Hanifja thot, nëse nuk ishte qenë 2 vite të shoqërimit me Imam Xhaferin, ka pas me u shkatërru Numanin, aludon për veten, se emrin e ka pas Numan, ka pas me u shkatërru Ebu Hanifja. Bele tash ai ky diskutimi shkon edhe pak më thellë, që njëna për arsyeve pse futet në burg është për shkak të mbrojtjes të hapur të Ehli Bejtit, po kjo është temë tjetër që nuk besoj që kish me i shërby paneli diskutimit sotshëm. Duke mos dash t'ju ndërprej, a guxoj të
shtroj një propozim, që në një nga emisionet e ardhshme ta trajtojmë, nëse më ftoni edhe mua, të dy të bashku, ta trajtojmë në një emision të posaçëm dallimet midis sufizmit dhe shiizmit dhe sunizmit. Me shumë qejf. Çka është sunizmi, çka ka, qysh ku ndahen dhe si janë sot. Për qëllime edukative që njerëzit të njihen dhe të dinë. Natyrisht. Sepse e vazhdon pastaj, sepse ndarja siç kuptohet sot midis asaj që është sunnite dhe shiite në kohën e Ebu Hanifës, me një farë forme, Ebu Hanifja konsiderohet nxënës i shiitëve, me një farë forme, ndërsa këndej në sunnizëm është medhhebi kryesor dhe më i fuqishëm. Përse guxoj të them këtë? Sepse në atë kohë kjo ndarje e tanishme nuk ka qenë evidente. Bile, me e marrë me konotacion politik, lami pak pa thonën edhe për emisionin. Kemi lënë pa thonë, mjaftueshëm. Bota shiite dhe sunnite, ose ndarja shiite sunnite, për të qenurit ndarje pjuro politike, për interesat të fuqive anti-islame, kjo ndarje krijon, apo fiton form të prerë në kohën e Sheh Ismailit. Shah Ismailit. Çfarë është fjala këto? Shahin e Persis. Shahin e Persis. Në këtë kohë fillon ndarja e formatit politik dhe ideologjik. Shumë është interesant. Më lejoni, 10 minutë. Shkurtimisht se kemi arritur në fund të emisionit. Persianët janë i vetmi popull në botë musliman i cili, në lindje e kanë fjallën, deri te arkipelagu Malaj, i cili e pranon fenë islame, të cilën e çojnë arabët dhe Muhamedi alayhis salam, por se pranon kulturën arabe. Kulturën arabe, po. Hynë në civilizimin islam, por të mëvetësuar, të pavarur. Si i tillë fillon të zhvillohet islami në Iran, në Persinë atëhershme, Pers, Foros në gjuhën arabe, dhe botës islame në 2 shekujt e parë të islamit, nëse ka pas tazami, simbolikisht, metafor, 1000 dietar, 950 janë iranian, 50 janë arab. Po flas për gjeneratat e parë. Që ky islam, që kjo formë e islamit persian është mbrojtur me gjak, s'ka ndasht me ndryshue kulturën e vetë. Në kohën e Sultan Selimit tani, po shkojmë 1000 për vjet, kur Sultan Selimi, kur Shah Ismaili e kupton se Sultan Selimi, sultani Perandërisë Osmane, po përgatit ekspeditën për pushtimin e Iranit, Shah Ismaili i thirr ulemat e vet edhe thot, është koha kur ne edhe politikisht do të ndami nga sunnitet. Megjithëse që edhe ata tarikat edhe na tarikat, sepse vetëm shiizmi neve mund të na ruaj nga shkrirja etnike, kulturore, kombëtare jonja në arab apo osman. Nga këto fillon. Megjithatë, edhe kjo nuk ka qenë e keqe në atë kuptimin islamik, por e keqe është se më vonë fuqit e jashtme, perandorake, pastaj koloniale, pastaj të shekullit 20, këtë ndarje medhhebiste mes shiitëve dhe sunnitëve e çojnë deri atje sa sot ke edhe në qëtë Kosovën tonë, njerëz, edhe kolegët mi, të cilët për shiitët thojnë nuk janë musliman. Kjo është skandaloze. Tek shiitët ka rryma mezhebe, si shka dhe tek sunnitet, të cilët kanë dalë nga binaret e normales. Por shiitët, unë me 10 herë kam vizituar Iranin. Edhe qendrat kryesore fetare të shiitëve kam falë namaz aty, nuk ke asë një dalim prej xhamis së Teheranit prej asaj në Medine. Pra, atë shumë e qojnë armitsin midis botës shiite dhe sunnite, sa mirët guximit dhe thuhet se shtrohet pyetja. A janë shiitët musliman? Mos e shtro pyetje të tjera, sepse minutat vetë se e kemi të i kaluar, shumë kam mbetur pa pyetur dhe pa folur, duke ditur se kjo është një temë shumë e gjerë dhe ka shumë për të thënë. Po, sinqerisht, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kontributin në këtë emision. Faleminderit shumë.
Natyrisht më shumë borgje kemi mbetur zotit Kadriu, me qenë se ishte në formatin online, por një herë tjetër do të kemi më tepër mundësi për të biseduar. Faleminderit edhe juve. Ka gjë, ishte knasi. Miq të nderuar, në përmbyllje këtij diskutimi mbi një temë vërtet shumë të gjerë për sufizmin, mund të themi se në shpirtin njerëzor mund të kërkojmë të vërtetat më të thella edhe të shikojmë misteret e jetës. Sufizmi me thelbin e tij mistik dhe shpirtëror na ofton të reflektojmë mbi lidhjen tonë me Perëndin, me vetveten dhe me botën që na rrethon. Ndërkaq eho mbetet një hapësirë e dialogut të hapur ku mendimet dhe besimet përballen me respekt dhe kuriozitet të ndërsjellët. Vetëm duke dëgjuar dhe kuptuar njëri tjetrin, duke njohur besimet dhe bindjet e njëri tjetrit, mund të ndërtojmë një bashkëjetesë qëndrueshme çfarë në fundit shquhet populli ynë. Në këtë edicion shtruam pyetjen që shtrohet shpesh: çka është sufizmi? Dhe paneli u përbën nga teologu zoti Mustaf Bajrami, hafëzi zoti Besir Musliu dhe në formatin online psikologu e entuziasti i studimeve religjioze zoti Arber Kadriu. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Miq të nderuar, pas transmetimit në Radio Televizionin 21, këtë emision mund ta gjeni të plot, por ta ndjekur në platformën YouTube, në kanalin zyrtar të Radio Televizionit 21, po kështu edhe në platformat e tjera në internet ku është logoja 21. Mirupafshim.